Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Orlan Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Ferdinand Xhaferi është nga politikanët më të rëndësishëm në Shqipëri që pas rrëzimit të komunizmit, 5 herë deputet dhe një nga themeluesit e Partisë Demokratike dhe me një kontribut të veçantë në këtë parti dhe jo vetëm, ai tashmë ka një pozicion me të vërtetë shumë interesant. Sigurisht është brenda djathtës, brenda Partisë Demokratike, asaj Parti Demokratike që ai është ajo që është themeluar në dhjetor të vitit 1990, por ka kritika jo të pakta për mënyrën se si funksionon kjo parti dhe më e rëndësishme se sa kaq për demokratizimin e kësaj partie, për mënyrën se si funksionon kjo për atë që quhet demokratizimi i Partisë Demokratike. Kur kemi edhe 6 ditë nga votimi 11 majit, të cilat janë zgjedhjet e 11 parlamentare mbas rrëzimit të komunizmit, është besoj shumë e rëndësishme të dëgjoj opinionin e zotit Xhaferaj. Dhe unë e kam zotin Xhaferaj sot në emision. Faleminderit që pranuat ftesën zoti Xhaferaj. Kënaqësi të jemi bashkë. Unë e thash dhe që në fillim edhe në prezantim, zoti Xhaferaj, si e keni parë këtë fushatë? Ju jeni nga ata që në të 11 fushatat, edhe nëse nuk kanë idoni si tani, jeni deputet dhe jeni shumë aktiv. Si e keni parë këtë fushatë? Unë më vjen keq ta them që është fushata më e shëmtuar që unë kam kaluar gjatë gjithë historisë tranzicionit. Me vërtet? Dhe pse? Sepse ju përmendët në fjalën tuaj që shpeshherë keni qenë kritik. Unë edhe logjikën edhe kritikën e formsoj në bazë të argumentit. Dhe qofse ai që kam përballë mund të më japi argumenta më të forta apo bindës, patjetër që kërkoj ndjesë dhe të riqem, sepse ju çuditet kur thash më e shëmtuar. Shiko, zgjedhjet në demokraci kanë gjën e bukur sepse gjithmonë shoqërohen nga pasiguria. Ajo i bën veçantë zgjedhjen pasiguri. Që fituesi nuk dihet. Po pse këto dihen? Këto janë zgjedhjet më të shëmtuara sepse fituesi dihet. Ose palët kanë hyrë në lojë për interesat e kundërta. Pra Edi Rama. Po unë nuk e di zoti Xhaferaj. Kush fiton? Është fatkeqësi të thuhet që e djathta për mënyrën se si u konceptua, për vendimarrjen që pati në këto 3 vite, dhe për shumë elemente që ne mund t'i diskutojmë së bashku, është projektuar dhe formsuar në mënyrë të tillë që nuk e siguron dot rotacionin. Aq të domosdoshëm për Shqipërinë. Domethënë fiton Partia Socialiste. Pra, nuk kam dëshirë ta them, por që fiton Partia Socialiste. Dhe thash edhe një herë, do kemi kohë të shtjellojmë, këto janë argumentat që na çojnë te kjo. Madje unë do të kërkoj ndjesë vetëm për ndërprerje për të falendëruar sponsorin gjeneral, Institucioni Monetar Manigram Akinvest, që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni pagesa dhe përshërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Ka një njoftim shumë të rëndësishëm. Klientët dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri në më 14 korrik, pra më 14 prill deri në 14 korrik me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Edila Shqiptare në televizionin Klan në datën 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë herë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues nga një çmim 50.000 lekë të rinj. Sapo të kryeni transfertën e tretë, ju kualifikoheni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues nga një çmim 100.000 lekë të rinj. Pra 6 fitues nga një çmim 50.000 lekë të rinj dhe 7 fitues nga një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigram Akinvest, institucioni monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Zoti Xhafer, ju bët një deklaratë shumë të fortë. Shiko, nuk është unë do të thoja që fatkeqësisht e thash, por gjërat janë shumë të qarta. Në qoftë se analizohet vendimarrja e këtyre 3 viteve e zotit Berisha, është një vendimarrje që në asnjë element të saj nuk shkon në drejtimin e përgatitjes së një formacioni politik që do sigurojë rotacionin. Po është një vendimarrje që shkon gjithmonë në drejtimin e forcimit të pozitave të tij në problematikën që ka me drejtësinë. Dhe thënë këtë, pra unë që para 3 vitesh, kur kam filluar kritikat për mënyrën se si po bëheshin punët PD, gjithmonë kam qenë konstant për të thënë që kam shumë dëshirë dhe këtë e kam bazuar dhe mbi argumenta që zotit Berisha t'i hiqet non grata, për mënyrën se si ka shërbyer në këtë shtet, për mënyrën se i ka drejtuar,
krahasuar me gjithë zullumet e tjera që kanë bërë politikanë të krave të tjera, mund të jetë i fundit që mund të projektohet non grata. Pra kam shumë dëshirë të hiqet non grata. Kam qenë dhe jam një mbështetës i fortë i SPAK-ut, por gjithmonë nisur dhe nga konsultat me juristat, procesi që nisi SPAK-u ka zotit Berisha ishte mbi një bazament të lëkundshëm ligjor. Dhe këto parime i kam thënë, i them dhe do të vazhdoj të them këto qëndrime, por kjo nuk më bën sepse në parti politike bashkë me zotin Berisha të tjerët jemi për të fituar zgjedhjet. Kur unë konstatoj që vendimarrja nuk shkon në këtë drejtim, nuk mund të hesht. Do ta çmontojmë. Pse? Patjetër. Pra janë zgjedhjet më të shëmtuara dhe dihet fituesi? Patjetër. U rikthye para 3 vitesh. Nuk po i hym historisë që ka pasur gjërat pozitive të qeverisjes, gjërat negative, 2005-2009 ishte një qeverisje shumë e mirë, 2009-2013 kishte oscilacionet e veta me 21 janarin e tjerë. Nuk po po themi procesin ka fshirë Lulzim Bashës. E mori dhe e solli në PD. Nuk e hoqi as në 2017-ën, as në 2021-shin, kur Lulzim Basha nuk zgjidhi hallin e demokratëve. Pra nuk fitoi zgjedhjet. U mor me Lulzim Bashën dhe e hoqi kur Lulzim Basha u mor me atë personalisht. Po ju me kishit zoti. E përjashtoi nga PD-ja. Vendimmarrja e Lulzim Bashës atëherë për ishën që u projektua non grata, për ne u konceptua si e drejtë. Zoti Berisha u rikthye, filloi me rithemelimin, u bënja 2 betejë zgjedhjet pjesëme lokale dhe zgjedhje lokale ku tregoi që ishte shumë i fuqishëm se Lulzim Basha, dhe kjo na nxiti që të unifikohemi si grup parlamentar, sepse në fundit problemet që kemi me Berishën janë shumë të vogla se problemet që kemi. Po thoni që u pozicionuam me Berishën. U bashkëpunuam në grup, nuk u pozicionuam. Ne nuk mund të vazhdonim të rrinim luftë njëri me tjetrin, kur përballë kishim Edi Ramën. Letrat, shifrat na treguan që në ato zgjedhje lokale Berisha doli më i forti, grupimi më i fortë opozitar. Le të flasim në këto kushte. Mund të mundi Edi Rama duke luftuar me Berishën që tregonte që kishte. Pra ne u bashkuam në grup parlamentar duke menduar që zoti Berisha do krijonte, nisur nga eksperienca e tij si 8 vjet kryeministër, si president i këtij vendi, do krijonte një koalicion opozitar për të krijuar rotacionin politik. Këtu filloi ajo që e gjithë vendimarrja dhe gjithmonë mendonim që e nisi këtë lëvizje dhe vetë do bëj një hap mbrapa. Kjo nuk ndodhi. Kjo nuk ndodhi dhe e gjithë vendimarrja ishte që caktoi drejtuesit politik jo mbi kritere kush jep maksimumin në qarkun respektiv, po mbi kriteret kush ka shërbyer mua personalisht në raportet që kam pasur me drejtsinë. Iku elementi i parë. Bëri primaret, që ishin element të provuar që ishin të dëmshëm brenda Partisë Demokratike, nuk i respektoi primaret. Qofse ishte lider që ishte kthyer për të bërë rotacionin politik, duhet të bënte maksimumin e bashkimit koalicionit opozitar, se po ta shikojmë Rama nuk merr më shumë se 50%. 48-49% është. Çfarë ndodh? Është 4-cifrisht përgjegjësia e zotit Berisha që mundësia që Shqipëria bëhet dhe shumë formacione të tjera që janë jashtë koalicionit PD-s, por i vetmi kriteri që funksionojnë këto 3 vite nuk ishte se si partia të bëjë më e madhe se kryetari dhe të shkonte drejt elektoratit gri, po dhe listat e deputetëve u hartuan duke respektuar vetëm një kriter. Kush më del mua në protestat përballë SPAK-ut, ose shumë e shëmtuar ta thuash, ose kush është i thirrur nga SPAK-u. Dhe këto, të gjitha bashkë, kanë dhënë ndikimin e tyre që ne po futemi në këto zgjedhje me një opozitë të pafuqishme për të bërë rotacionin politik, sepse nuk e ka pasur objektiv. Pra, nuk e ka pasur objektiv? Nuk është futur në objektiv, sepse po të mundste, po të futej në objektiv. Po, ata çforcojmë nga pak, qofse është sforcuar. Po të kishte objektiv për të mundsuar rotacionin politik dhe për të fituar, duhet i fusë edhe partitë e tjera? Jo, okay, po të kishte objektiv për të fituar, sepse pra, i gjithë problematika është që Rama do marri pushtetin për mandatën e 4, dhe Berisha do marri një grup parlamentar, tërësisht të unifikuar për të vazhduar dhe për të marrë me agjendën e tij personale. Këtu fillon dhe mbaron gjithçka, dhe mua prandaj më vjen keq sepse kjo ka sjellë një braktisje masive të demokratëve. Këtu do jemi me 12 maj. Do ketë një pjesëmarrje minimale në votime, sepse njerëzit
e kanë kuptuar. Shif, kudo ku ta prekësh. Dalim te kontrata që ka lidhur me do të pyes për atë, po zotë Xhaferaj, ka disa çështje në këto që ju trajtuat. E para, besoj se ju si momenti më të rëndësishëm kapet atë të listave. Jo, janë shumë element. Jo, një nga elementet ose nuk shoh. Shikoj, jeni gazetar me eksperiencë dhe keni vite që e ndiqni politikën. Në këto 3 vite që Berisha u rikthye, ta them shumë sinqerisht, më thua dot një vendimarrje që ka qenë në drejtimin e dur për të bërë rotacionin politik? Ktheje kokën mbrapa dhe merr. Kush? Jo, unë po tisha aty në vendin tënd do të jepë përgjigje, po jam këtu, unë bëj pyetje këtu, sepse mbaj qendrim pastaj. Jo, realisht mbaj qendrim, po si gazetar do mbaj qendrim, ndërsa këtu se bëhet. Ju e keni parë që ma mirë kupton këtë. Unë qëndroj në pozita shumë korrekte dhe të sinqerta. Para se të bëja këtë argumentim, isha unë që thash që nuk është Berisha që e meriton të jetë non grata, krahasuar me zollumet që kanë bërë këta politikanë që janë, dhe kam thënë që para 3 vitesh. Po kështu mbështes pakun, po ka element çedues në procesin që ka nisur zoti Berisha, dhe kur vjen puna tek zgjedhjet, mua më vjen shumë keq që konstatoj që prek një vendimarrje që nuk e çon po don drejtores. Okej, pyetje. Pakënaqësia juaj ka filluar pse nuk ishit në listë? Shiko, unë të falenderoj që e solle këtë. Problemi shtrohet që unë nuk mund të jem në një vend ku nuk dua të jem. Po pse ju propozuan dhe nuk që para 4 vitesh. Po? Sepse çdo gjë ka një fund. Dhe njeriu duhet ta kuptoj vetë se kur duhet të riqet. Qofse unë kam 3 vjet që them që Berisha duhet bëj një hap prapa. Berisha duhet bëj një hap prapa. Berisha duhet bëj një hap prapa. Keni bërë vetë një hap. Ju e nisët emisionin duke thënë që Ferdinand, që themeluesi i Partisë Demokratike të Durrës, dhe ko politike, pra si ko politike, pavarësisht se unë s'kam pasur detyrat e kryeministit dhe presidentit, vetëm 18 muaj kam shërbyer si ministër dhe kam qenë deputet, si ko politike po kaq kam dhënë. Dhe unë nuk kam të drejtën morale të them tjetrit bëj një hap mbrapa, bëj një hap mbrapa, bëj një hap mbrapa, pa dhënë shembullin. Do të ju keni dhënë dorëheqje? Dhe kjo do të thotë që në më shumë se 10 raste, po, në mbledhjet e grupit parlamentar të PD-s, ku janë mbi 50 deputet që mund ta dëshmojnë. Po, unë kam deklaruar që nuk kam më ambicie. Po mos të kesh ambicie nuk do të thotë që nuk e përgjegjësi. Dhe këtë bisedë që bëjmë bashkë, dhe gjitha bisedat që kam bërë, unë përgjegjësi ka shia asaj partie që do të thonë ju nuk aspironit për 100% nuk kam aspiruar dhe e kam thënë në mënyrë deklarative, por kjo nuk do të thotë që nuk kam përgjegjësi. Po mirë, një pyetje tjetër, zoti Xhaferaj, a ja keni thënë vetë zoti Berisha këto në biseda tet-a-tet? Shikon, nuk kam, unë jam përshëndetur 2 herë me zotin Berisha, një herë në hyrje të kuvendit, ku e pyeta për familjen, ishte periudha para 2 vjetësh, edhe nuk kemi komunikuar në grup parlamentar, ku unë gjithmonë kam shprehur. Pse nuk e bët këtë në një formë më, po themi, më sociale? Zoti Berisha duhet të bisedoj me ty dhe ti duhet kur të takosh ti thosh ju duhet largoni për 1, 2, 3. Dgjoj, e para një se ju keni autoritetin e një. Unë kam konceptuar që zoti Berisha ishte problemi dhe jo zgjidhja në Partinë Demokratike. Dhe problemi duhet eliminuar. Nuk duhet. Nuk e arrita dot. Fatkeqësisht nuk do e arrin as demokratët të bëjnë rotacionin me 12 maj, pra ajo që unë kam kuptuar dhe për këtë më vjen keq, ajo që unë konstatoj, ajo që unë shikoj, ajo që unë prek, është që të gjitha të demokratë, që për vite në Durrës e kudo, kanë mbështetur Partinë Demokratike, e kanë kuptuar që zoti Berisha nuk rikthye për të bërë rotacionin, po u kthye për të pasur një grup për ta mbështetur. Ja arriti. Për problemet e veta, ja arriti. Dhe prandaj thash janë zgjedhjet më shëntura. Se dikush arrin atë që do në planin personal dhe dikush në mënyrë të padrejtë mban pushtetin. Tani këtë s'kam kuptuar asnjëherë. Sa herë ka pasur në Partinë Demokratike zëra kundër, që nga themelimi i saj dhe deri më sot se ju keni pasur dhe një moment tjetër që madje jeni shkëput nga Partia Demokratike, pastaj jeni kthyer prapë me zotin Pollo. Jemi kthyer në vitin 2004-2005 kur kishte një konsensus të gjerë në gjithë Shqipërinë. Dhe frym që Partia Demokratike po kthehej në pushtet. Si ka mundësi këtë se kam kuptuar asnjëherë që sa herë ka pasur zëra kundër në Partinë Demokratike, zotin Berisha ka mbështetur shumica. Shiko, e para një herë që është një mbështetje që nuk të çon askund. Është një mbështetje për të kapur partinë. Pati zëra kundra 92.000 që ishin Pollo e Net gjithë me radhë. Në 2001 i humbëm zgjedhjet. I humbët, po humbja ishte tani quaj si të duash është humbje. Jo, dakor. Partia politike konkuron për pushtet. Në 2004-2005 që bëri gjën e dur, krijoi kopin,
mblodhi gjithë opozitën e gjitha me radhë, u bashkuam dhe fituam. Tani nuk ka bërë gjën e duhur. Pse? E para njerë tha me partitë e vogla. Afroj ose ata që janë thirrur në SPAK, ose ata që janë bashkë me të protestojnë kundër SPAK-ut. E dyta, e kishte mundësinë të bënte një kopë brillant. E ke fjalën për Partinë e Lirisë? Si, unë gjithë koalicionin. Jo, se ata kanë probleme me SPAK-un. Zoti Meta është i arrestuar nga SPAK-u. Flasim për kriteret. Kriteri është ky. Listat nuk u artuan për të bërë rotacionin, për të cilë mesazhin që partia është më e madhe se kryetari dhe partia në këto lista po synon elektoratin ngri, po lista u artua në funksion vetëm të agendës personale, që në bazë 2025-ës për kë e keni shumë për emra konkret të lista? Shiko, kjo është e keqja, nuk i fare emrave të kolegë. Ja, ju lutem regjia, fletën e KQZ-s për të votuar? Nuk ka rëndësi për emrin. Për listën e Tiranës? Ne këtu po flasim për parimin. Parimi nuk është respektuar. Themi do bëjmë primare. Pastaj nuk i respektojnë primaret. Do të pyet këtë. Zoti Xhaferi, kjo është lista e Tiranës flas, sepse Partia Demokratike këtu i ka gjithë ato, po themi peshat e rënda. A ka ndonjë se 12-që e tha një deputet që mjafton mos i shtyp makina, tha janë deputet ata, tha. Po. E bukur kjo. Tani 37 që këtu tani. A ka ndonjë emër që ju do doni të gjithë janë kolegë të nderuar, nuk i hyj me një fjalë për t'i parë me emra, po e di që si Orida, si Durata Çupi, si Ali Mehmeti dhe shumë të tjerë janë njerëz të nderuar, këtu nuk shtrohet. Jo, ka ndonjë që do votoni ju, se ju votoni Durrës besoj. Të gjithë janë, unë votoj në Durrës. Të gjithë janë në listë hapur. Po? Të gjithë janë në listë hapur. Dhe në listë mbyllur, pra problemi shtrohet te 12-që. Te 12-që i vetmi kriter që është respektuar, është besnikëria ka shik kryetarit. Dhe kjo 12 e Tiranës shtrihet në të gjithë Shqipërinë me të njëjtin kriter. Pra këtu flasim për defektet, pse nuk do arrim të fitojmë. Kishte mundësinë të krijonte një koalicion të gjerë. Ajo që është më e rëndësishme dhe ju më ndërpret. Partia ka krijuar një departament Brengejn. Po, me zotin Andi Mustafaj. Andi Mustafaj dhe shumë të tjerë aty që Po, kontribuojnë. dhe të rinj të tjerë që fare mirë mund të bënë një kopë brillant. Dhe një parti që ashtu konceptuan fillim. U perceptua dhe ky perceptim duhet i kthyer në realitet. Një parti që kërkon të fitojë zgjedhjet, listat e mbyllura në gjithë Shqipërinë duhet të implementonte me këtë model. Ata të gjithë, dhe ka dhe në Durrës, ka dhe në Shkodër, të gjithë janë politikanë të rinj që kanë 10 apo 1 dekadë apo më shumë që angazhohen në Partinë Demokratike, dhe këta duhet të ishin fytyra e PD-s për një parti që kërkon të synojë zgjedhjet, fitojë zgjedhjet. Dhe kjo nuk u bë. Pra të gjitha elementët tregojnë tani ç'më tregon Durrësin mua. E di ç'ka ndodhur në Durrës? Ja. Në listën aq i madh është dëshpërimi dhe aq e madhe është mos pjesëmarrja, sa në listë hapur kanë futur kandidatë edhe jashtë primareve, se nuk kishin kandidat për të vendosur në listë hapur. Dhe që nuk kishin fare. Nuk kishin fare dhe donin të mbushin listën dhe kanë vendosur kandidat. Zoti Xhaferi, ja ti marr me radhë. Kemi listën e mbyllur, Oert Blukbashi, Artan Luku, Banjola Luku, Gestra Zimiri, Iglicara. Jeni okay me ata? Kolegë shumë të nderuar. Të gjithë edhe lista hapur dhe lista mbyllur. Mos mendo që pra problemi shtrohet. Do flasim për parime dhe për kritere. Jo, kush është nga ata që nuk ishte fare në primare? Në shumë kandidatë listës hapur, nuk kanë qenë në primare, nuk kanë marrë pjesë primare dhe janë vendosur në listë, kanë konkuruar. Kush nga ata? Po tani mos më vendos mua të merre me listën. Dakor? Nuk i kam të gjithë njerëz që kanë punuar e kanë bashkëpunuar, nuk është problemi aty. Si del Partia Demokratike në Durrës? Unë do kisha shumë dëshirë që Partia Demokratike të fitonte në Durrës dhe në gjithë Shqipërinë. Po jashtë dëshirës time, ajo që konstatohet, ajo që preket, ajo që vihet re, është që demokratët në gjithë Shqipërinë e kanë kuptuar që gjithë vendimarrja e kësaj partie nuk ishte për të fituar zgjedhjet, po ishte për të zgjidhur agendën personale të zotit Berisha, dhe për këtë arsye do ketë mos pjesëmarrje të madhe në votim dhe kjo më shqetëson. Këtë ta kam thënë dhe do e shikosh me 12 maj, sepse në fundit edhe kontrata që u lidh. Tani vim te kontrata. Me Laçivitën është në vijim në paketën e kësaj vendimarrje. Pra nuk bëri një parti më të madhe se kryetari me mënyrën si projektoi
listat dhe primaret. Ja, kjo është kontrata. Nuk bëri një koalicion më të madh se fuqia kryetarit, me faktin që la jashtë realitete politike që dije që do kenë vota. Pra, nuk dije do jenë 4, 8 apo sa përqind, po edhe mundësia, edhe Shqipëria bëhet, edhe partitë e tjera të grupimit djathtas i Dashamir Shejit edhe i Enkelet Alibejt, dije që do kenë vota dhe u lanë jashtë. Pse? Sepse nuk është futur për të fituar, është futur për të pasur një grup që e ka në kontroll kryetari. Shumë rënd kjo. E para. E dyta, primaret nuk u respektuan. Pse? Se nuk është futur për të fituar, po është futur për të pasur një grup më të madh se kryetari. E treta, nuk bëm një kop me gjithse i kishim potenciale që ram dakord bashk, të rinj që nga brain gain në gjithë Shqipërinë. Pse? Sepse nuk jemi futur për të fituar, po jemi futur për të bërë një parti, jemi futur për të bërë një parti që ngjitet mbas kryetarit. E fundit, edhe kontrata që është bërë. Ja, kjo është kontrata. Lidh një kontratë, kjo është me Continental Strategy. Po. Lidh një kontratë 2 vjeçare. Po. Në qoftë se kjo kontratë do i kishte efekte deri në fund të majit, atëherë të gjithë do binim dakord që është gjë dur, po kjo është 2 vjeçare për të shërbyer Partisë Demokratike. Partia Demokratike betejën e ka me 11 maj. Dolin opozit, mbas 11 majit kontrata vlen për të zgjidhur agjendën personale të zotit Berisha. Dhe kjo është fare evidente. Dhe di çfarë kontrate është kjo? Shiko, në periudhën që kemi lidhur këtë kontratë Partia Demokratike, në atë periudhë edhe Republika Dominikane, një vend në kontinentin amerikan me një 11 milion banor, ka lidhur një kontratë ngjashme. Po. Edhe Haiti, po një shtet me 11 milion banor, ka lidhur një kontratë ngjashme. Aty nuk i ka lidhur kontratat partia opozitare, aty i ka lidhur kontratat qeveria. Të dyja këto shtete bashk. Republika Dominikane dhe Haiti. Që kanë 23 milion banor, që do të thotë 7 herë më shumë se Shqipëria, kanë lidhur kontrata që të dyja bashk paguajnë $50.000, $55.000 në muaj. 2 shtete. Janë 2 qeveritë e shteteve, jo partitë opozitare, qeveria që është shteti, që lidh kontratë promocioni, dhe njëri pagon 25.000, tjetri $30.000 në muaj. Ti, një parti opozitare e një vendi me 2 milion e gjysmë, ato të dyja bashkë janë 23 milion, lidh 250.000 në muaj. 5 herë më shumë se të dyja këto kontratat të lidhur nga qeveria. Berisha e ka shpjeguar që këto i kanë dhënë patriotët shqiptar të Amerikës antikomunistë. Kjo e bën edhe më të shëmtuar, sepse ata patriot nuk kanë pse fshihen mbas një fondacioni të përbërë nga gruaja bashkëshorti dhe një fëmijë. Pra, të paktën mos t'i bëjmë turp patriotët. Qofse janë vërtet. Patriotët antikomunistë. Qofse janë vërtet patriotë antikomunistë, mos t'i bëjmë turp që të rinë të fshehur mbas një fondacioni me i lidhur një javë para se të nënshkruajë kontrata, dhe njëkohësisht duket që edhe kontrata është elementi i fundit i kësaj vendimarrje 3 vjeçare, që nuk ka objektiv që Partia Demokratike të fitojë zgjedhjet, por ka objektiv që të zgjidhë problemin e zotit Berisha. Dhe këtu edhe një herë, problemi që kemi dhe ndajemi ka të bëjë me faktin që kjo problematik e zotit Berisha nuk shkon për të fituar zgjedhjet, sepse në 2004-2005 ai kishte ambicie për të bërë kryeministër si lider i opozitës, dhe kjo shkonte në një njëjtën gjatësi vale me opinionin që kishim gjithë që të fitohen zgjedhjet. Po tani problemi në ngradës atit është problem për Shqipërinë, nuk është zgjidhje. Po nëse i gjet në ngrada sot. Nëse në ngrada sot hiqet. Ne do kishim shumë dëshirë që të hiqej. Po ju e keni shprehur që të hiqej në ngrada, dhe e kemi thënë në mënyrë të vazhdueshme, por problemi që kemi është ky, që nuk mundet dhe nuk duhej që energjitë e Partisë Demokratike, si njerëzore dhe materiale, të shpenzoheshin për hallën e tij. Dhe kjo po na çon në 12 maj. Edhe fakti që ka marrë Laçevitën. Një gjë pozitive është sepse ka dashur deri diku të balancoj elementin në ngrada, plus dhe elementet e tjerë që ai ka bërë shumë mirë, të strategjisë fushatës e gjitha me radhë. Pra çështja shtrohet që lideri duhet t'i japi partisë për ta çuar drejt fitores. Si i jepet partisë duke e çuar drejt fitores? Duke bërë një koalicion më të gjerë, duke e bërë partinë më të madhe si kryetari, duke i mbushur listat me potenciale të reja intelektuale, sa përmendëm departamentin Brain Gain që krijoi një imazh dhe elektorati gri mendon që ja vlen të futemi në këtë forcë politike, duke bërë një kontratë lobimi që ka hallën e Partisë Demokratike deri në 12 maj, dhe jo duke bërë një kontratë lobimi për 2 vite për hallën e tënë, hallën e vet personal. Të gjitha këto, diku më shumë, diku më pak,
e kanë kthyer në problem për PD-n. Pra në vend që ne të merreshim me të gjithë elementët që shkojnë drejt relacionit politik, merrem me problematikën e çështjeve personale. Zoti Xhafera, si ka ju e përmendët Christopher La Civita? Chris La Civita, po? Se e ka gjatë Christopher, si ka qenë kontributi ti? Se dakord, strategu i fushatës së Donald Trump që fitoi, është strategu i Partisë Demokratike dhe kjo është një gjë, duket një gjë wow. Por a ka ndonjë gjë, se unë s'kam parë për vetëm një gjë të thojmë wow, çfarë bëri ky njeri? Mbaroi fushata. Ai mund të sillte ato element pozitiv që mund të sillte dhe i ka sjell. Po çka ka sjell? Që do të thotë. E para krijoi një farë entuziazmi sepse lideri i koalicionit opozitar, se këto janë zgjedhjet më atipike në historinë e tranzicionit, sepse lideri i koalicionit opozitar, që në vitet kur filluam historinë e demokracisë, ishte lideri i formacionit pro-perëndimor, pro-amerikan, tani e kemi non grata. Kontrata me Lachevite me strategun e Trumpit deri diku krijon një mesazh optimizmi dhe kjo është gjëja e dur. Ç'mund të bëjë? Ky është problem non grata? Çfarë mund të bënte për ta lehtësuar sa më pak për të krijuar një imazh optimizmi? Le të marrim Lachevitën. Në këtë drejtim ka dhënë një farë kontributi dhe të gjithë biem dakord. Në mesazhin e fushatës ka dhënë një kontribut tjetër. Në qoftë se, për shembull, që ishte gjë shumë konkrete, Rama gjeti fabulën e bufit. Po? Ky ato ditë holli bufin që hante 1000. U mundua ta ribalanconte, ta risë një gjetje shumë e mirë për fushatën zgjedhore dhe për gjithë investimin që kishte bërë Rama për bufin. Strukturimi i mesazhit. Mesazhi centralizuar dhe çdo ditë jepet do i ka bërë La Civita? Ai është strategu fushatës dhe nuk kanë qenë përpara. Mesazhi unifikuar që jepet çdo ditë në mëngjes. Hapja fushatës zgjedhore. Hapja fushatës zgjedhore. Zoti Berisha e ka dëgjuar pik për pik La Civita. Në mënyrë të padiskutueshme. I beson kësaj? Ai është paguar, po në mënyrë të padiskutueshme i besoj këtij dhe shoh produktin. Atëherë po e vazhdoi pyetje me një pyetje tjetër. Tjetra që holli në fushatën e hapjes Partisë Demokratike ishte një dekori, skenografia me shumë të rinj. Domosdoshmëria, sepse ajo që vjet tre kjo është gjetje? Ajo që vjet tre të dy partitë kryesore, shikoj më shumë energji rinore kanë Agronshea dhe Shqipëria bëhet, pra mundësia, se sa kanë dy partitë e mëdha. Pra të rinjtë dhe kjo për mua kjo është një nga risitë e kësaj fushate. Po s'është elektorati do arratiset nga qëndrimi bipartizan, votimi vetëm për PD-n dhe për PS-n, dhe elektorati duke filluar nga Tirana që është epiqendra e ndryshimit, do hapet drejt partive të reja. Për të pasur një përqasje shumë më plurale. Këto zgjedhje si kur më parë, do kemi votimin për partitë e dyta e treta, me një përmas dhe me një përqindje të paparë më parë. Dhe kjo është një risi shumë pozitive për demokratizimin dhe për tani ju mendimet i merrni vet. Unë po them çfarë konstatoj. Konstatimi është ky, që pjesëmarrja për partitë e dytë, partitë e reja dhe partitë e vogla të vjetra do jetë shumë e madhe se më parë dhe kjo është shumë pozitive për pluralizmin e... Zoti Xhafera, do doja mendimin tëndin për mënyrën se ju e thatë një farë mënyrë që fushata e PD-PS janë personalizuar të liderët e tyre, pra Partia Socialiste e zoti Rama dhe Partia Demokratike të zoti Berisha. Po si kanë funksionuar këta dy liderë dhe si ka qenë fushata e tyre në fillim e zotit Rama? Do të çfarë si se ju i keni ndjekur dhe jo keni ndjekur, i qenë aktor dhe faktor në të 10 zgjedhjet e tjera. Shiko, fushata ka 3 bloqe kryesore. Po? E para ka të bëjë me kandidatët. Zoti Rama në dallim me zotin Berisha e zgjidhi më mirë këtë punë. Pra nëse sepse Rama aplikoi parimin që quhet në anglisht one size fits all. Pra një masë që është aplikueshme për të gjithë. Po? Pra Berisha qofse tha do bëjmë primare, sepse problemi i liderit kur arton listat, sepse elementi i parë i fushatës janë listat, që kanë një impakt. Qëllimi kryesor i liderit është që të bëjë sa më shumë të pakënaqur. Sepse ti ke për zgjedhur 50 kandidat kur të konkurrojnë 500. Dhe vendimarrja jote duhet të jetë që pakënaqësia të jetë minimale. Qofse ti vendos një kriter dhe pavarësisht se pret sharra e kriterit kush e ka kokën sipër, e pret shara e kriterit, kjo ishte shara për gjithë dhe tjetri dëshpërohet se nuk ishte vetë,
po nuk ka dëshpërim shumë të madh sepse nuk ndjen që u bë padrejtësi. Kriteri ishte për gjithë njësoj. Pra, është dëshpërim shumë i madh kur ti thua do bëjmë primare, nuk respekton primaret. Kurse Rama tha, kush ka një kandidat, më shumë se një mandat, nuk është më në listë, dhe këtë e zbatoi për gjithë. Pra, pavarësisht se mund të jetë e dhimbshme, tjetri e shikon që ishte njësoj për gjithë. Pra, mekanizmi i artimit të listave tek Rama ishte, si thua, bazuar më me mbi kritere gjithë përfshirëse apo përjashtuese, po për gjithë njësoj, jo sipas selektimit të kryetarëve. Berisha? Kurse Berisha me primare, pa primare, gjitha me radhë, sepse nuk kishte hall, thash. Sepse Rama e ka gjithë hallin të marrë mandatin, pa drejtësisht sepse nuk e meriton ta marrë, për mënyrën si ka qeverisur, Berisha kishte hall të forconte pozitat e veta. Dhe kjo i bëri që të devijonte nga kriteret. Marrim te mesazhet. Rama ka një mesazh të unifikuar qendror. Pasaportën e BE-s dhe metaforën e bufit. Partia Demokratike nën konsulencën e Laçevicës ka mesazhe të ndara shumë konkrete. Pra po të shikosh, Laçevita dhe në fjalimin e hapës 1 minutë foli. Po 90 minutë i dha të gjitha, pse nuk duhet votuar Edi Rama dhe pse duhet mbështetur me mesazhe të shkurtra, një fjali, një mesazh. Edhe PD-ja këtë po bën. Pra mesazh 200, pavarësisht se jam apo s'jam dakord unë. Po flasim për logjikën e mesazhit. Minimumi etik 200 euro, paga 500 euro minimale, 1200 euro paga mesatare, karta për këta që janë në pamundësi, energjia elektrike dhe ulët. Pra mesazhe të shkurtra të drejt për drejta. Dhe kjo është krejtësisht produkt i Laçevicës. Pra, në planin e kandidatëve, pam këto që ne sapo i përmendëm, në planin e mesazheve Rama është më i centralizuar pasaporta BE-s dhe aty fokusohet dhe pastaj mundohet godasi opozitën me metaforën e bufit apo me gjëra të tjera të metafore për interesin e tij. Pra, simbolika e bufit që nënkupton errësirën, që nënkupton izolimin e gjitha me radhë, sikurse ishte gjetje shumë e bukur e Laçevicës që sa kishte folur Rama për bufin e gjeti duke jo, ja jeni dakord me ata që thonë që Rama çuditërisht po bën një fushat alla Trump dhe Berisha po bën një fushat alla Biden. Shiko, se duke I kapur edhe ca lapsuse. Lapsuse bëjmë gjithë po. Unë mendoj që nuk është lapsus është pjesa më e parëndësishme e fushatës, duke qenë se përmend këto krahasime të Biden me Trump. Shiko, nga pikpamja e leadershipit, ngjashmërinë më të mëdha I ka Berisha me Trumpin. Të dy janë lider shumë populist. Të dy kërkojnë, Trump ju rikthye, Berisha kërkon rikthim për herë të dytë. Të dy kanë sulmuar sistemet e drejtësisë të vendeve përkatëse. Të dy kanë pasur procese penale nga drejtësitë respektive dhe dallimi është që ai drejton një vend që ka shpallur Berishën non grata. Ky është dallimi. Kurse në stil fushate thash edhe një herë që Laçevita e ka orientuar shumë drejtë mesazhe të shkurtra, të drejtë për drejta, centralizim ku çdo ditë të gjithë japin një mesazh që projektohet nga zyra e shtypit. Por nuk është këtu problemi. Problemi fillon e mbaron tek fakti që vendimarrja, dhe kjo është fatkeqësia më e madhe, dhe kjo më jep 1 milion herë të drejtë në ato që kam thënë, që Berisha duhet bëjë një hap mbrapa, si e vetmja mundësi për të fituar zgjedhjet, sepse në këto 3 vite pam një vendimarrje që unë I përmenda dhe vazhdoj ti përmend. Jo një koalicion I plot opozitar për të bashkuar faktorët real që janë Shqipëria, bëhet mundësia dhe të tjerët. Jo një rotacion brenda Partisë Demokratike për të sjellë gjeneratën e mesme që thamë brain gain dhe të gjithë të rinj që janë në të gjitha qytetet e vendit. Kur ti bllokon rotacionin brenda partisë, çfarë rotacioni do sjellësh në Po mirë, zotë Xhaferaj, mbaruan dhe një kontratë lobimi që nuk është në shërbim të Partisë Demokratike, po është për 2 vjet. Jo, okay, se e thatë këtë njerë. Zotë Xhaferaj, mbaroi kjo, humi Partia Demokratike në 11 maj, fitoi Partia Socialiste, mandati 4, çfarë do të 12? A këtu ka një gjë të mirë. Sepse kjo ndjesi, ky instinkt, ky reflektim që kanë demokratët nga veriu në jug për mos të marrë pjesë në votime, është një mesazh shumë I qartë. Që qofse Berisha u rikthye dhe thot unë dua t'ju përdor, unë dua t'ju përdor, unë dua t'ju përdor për agjendën time, ata me këtë qëndrim do t'i japin mesazhin që boll, koha jote politike
ka mbaruar. Berisha. Të gjithë si demokratë, si familje, të gjithë si shiko, do mbetet si generali një ushtrie që nuk ekziston. Do thënë Berisha generali ushqisë vdekur. Një ushtrie që nuk ekziston, sepse do braktiset nga masat masive të demokratëve. Mesazh do jetë 11 maj, duke mos shkuar për të thënë që duke mos shkuar me 11 maj, ajo që unë kam vënë re, ajo që kam konstatuar, që nuk e kam dëshirë, por që është në mënyrë instiktive, ata do më përpiqen të investojnë për të shpëtuar 2025-ën. Për të shpëtuar 2025-ën. Sipas statusit zot Berisha do të largohet? Që Partia Demokratike të riformatohet, të ndjen një dëshirë të ri dhe nga më të kollajshmit për të çmontuar. Qofse e djatha do ketë një dëshirë të ri, është zoti Rama për hipotekën e problematikave që ka krijuar me qeverisjet e tij. Jo, pa shkuar atje, sipas statutit zoti Berisha. Jo, zoti Berisha do të largohet në sumbe zgjedhjet? Shiko, unë do të thoja që i qëndroj mendimeve të mia konstante. E përsërita dhe vazhdoj të ripërsëris. Pjesë e paketës time ka qenë që kemi bashkëpunuar me të shpresojmë të hiqet non grata. Spakun e mbështesim, po në raport me zotin Berisha ka një bazament të lëkundshëm ligjor dhe këtë e kemi thënë dhe e themi dhe tashti mbas zgjedhjeve. Në qoftë se ti jemi realist, në qoftë se zoti Berisha arrin dhe merr një rezultat domethënës, që tregon që mundet me 3-4 mandate. Por rezultati është më i mirë se ai i Lulzim Bashës në 2021. Atëherë krijon një farë optimizmi që të gjithë kërkojmë falje dhe jemi plotësisht dakord na mbështesim sepse mundsohet. Po nëse rezultati del edhe më i keq se Lulzim Bashës. Pse ne para 3 vitesh Pse ne para 3 vitesh e mbështetëm? Sepse mundi doli më i fuqishëm se Basha, para 2023-shin, 2022-shin që ishin këto zgjedhjet lokale. Që i fitoi Berisha, doli më i fortë se Basha. Dhe duke qenë se doli më i fortë se Basha, ky faktor nuk mund të injorohet. Ramën kemi përballë, hajde të investojmë për të bërë gjithë bashkë. Ky nuk i bëri punën si duhet bërë. Dhe po hyn në fushat për të mundur Bashën. Pra është për të ardhur keq në 3-4 vitet e fundit, e djatha futet në fushat për të provuar është Basha më i fortë se Berisha apo Berisha më i fortë se Basha. Kur të gjithë duhet ishin bashkë për të mundur reformën. Jo, unë përsëri mbeten te kjo. Statuti e ka që zoti Berisha duhet largohet. A mund të kthehet përsëri zoti Berisha? Zoti Berisha të bëj çfarë të dojë sepse është vendimarrja e tij. Atë që kanë dorë për ta bërë demokratët, do ta bëjnë me 11 maj. Për të thënë që koha jote politike ka mbaruar. Zot Xhaferi, ju i besoni Lulzim Bashës? Në çfarë sens? Do të mbështesni sepse ju jeni pozicionuar, e thatë që jeni pozicionuar për gjithë ato arsye që thatë. Shiko, Lulzim Basha ishte një prurje e Berishës në Partinë Demokratike. Edhe të qenit ministër, edhe të qenit 3 herë, edhe të qenit kryetar bashkie, edhe të qenit lideri i opozitës, pavarësisht çfarë thon lart e poshtë si Berisha, si Basha për njëri tjetrin, nuk ka demokrat nga Veriu në jug që nuk e di që i ka dhurat nga Berisha. Unë mendoj që do të ishin në dignitetin e Lulzim Bashës, që në momentin që mori vendimin për përjashtimin nga grupi parlamentar, të thonte që unë jam një njeri që gjithë të investime kam pasur nga zoti Berisha. Vendimin e quaj të drejtë, por le ta marrë një lidhje tjetër, t'jep të dorëheqjen. Kjo mund të ridimensionon. Tash që flasim për Lulzim Bashën që e djatha shqiptare investoi për ta bërë tranier të ekipeve që luajnë në stadiume të mëdha dhe i shef gjithë Shqipëria dhe ai ka vendosur të luajë në Calceto. Shumë e bukur kjo. Ju vetë personalisht në datë 12 maj ç'do bëni? Atë që kam bërë gjithmonë. Pra unë në rrugtimin tim politik ju thatë kem filluar që në 92-shin, janë zgjedhjet e 11-ta, 5 herë kam qenë deputet, 6 herë nuk kam qenë, unë do i qëndroj parimeve të mia. Pra, që nga falenderoj Zotin që më ka dhënë këtë mënyrë të qëndruarit, në 98-ën kur mendoja 97-ën që ishte shumë e vështirë, që Berisha i kishte gabim, qëndrova dhe i shpreha haptas dhe me forcë parimet e mia. Në 2003-shin, 2004-ën, kur Berisha bëri gjën e dur dhe ishte dhe ju një koalicion shumë i gjerë gazetarësh që e donin ndryshimin dhe të gjithë e mbështetëm. Në 2005-2009
që i kishme një qeverisje të mirë në parlament kam qenë një nga mbështetësit kryesor të politikave të qeverisë. Aktualisht tani, dita ndaj shumë mirë njerëzore nga politiken. Në planin njerëzor është një lidër që unë kam punuar dhe dëshiroj që dhe në ato që kam punuar nuk mund të them që nuk ka bërë gabime, por me ato që ka ndodhur në Shqipëri, ky duhet të ishte nga të fundit që mund ta meritonte në gradë, jo nga të parët, dhe dëshiroj që në gradat të hiqet. E mbështes pakun sepse po bën maksimumin që në Shqipëri të hiqet kultura shumë e rëndësishme kjo që të hiqet kultura e pandushkueshmërisë, por në raport me Berishën thash ka pasur probleme. Berisha thonë në 12 dashkërisë. Të gjitha këto e ka shumë gabime dhe kjo është një pikë ndarse e fortë. Të gjitha këto, pra, duke thënë këto, që janë njerëzore në planin politikë, ne jemi që Partia Demokratike të fitojë zgjedhjet. Dhe kur unë në këto 3 vite shoh që një mbas një vendimet nuk kanë të bëjnë me ecurinë drejt rotacionit, po kanë të bëjnë me forcimin e mundësive për të zgjidhur hallin personal, nuk mund të heshtë. Më ngasmove përsëri këtë se jemi në mbyllje të bisedës me SPAK-un. Okej, qëndrimi juaj ka qenë konstant që e keni mbështetur SPAK-un. Me përjashtim të këtij momenti që ju thatë që për zotin Berisha, a ka bërë SPAK-u punën e dur zoti Xhaferaj në 5 vite e pak muaj të aktivitetit të tij? Për mua ka kapërcyer në kuptimin pozitiv çfarë do lloj pritshmërie. Ka kapërcyer? Ka kapërcyer në kuptimin pozitiv. Pse e them këtë? Kemi një strukturë prokurorësh dhe oficerësh të byros të hetimit, të cilët në fund të fundit ata janë një trup njerëzore që kanë familjar të tyre, kanë njerëz tresit familjar që janë të vendosur në Shqipëri, dhe ata kanë qenë një presion të papar nga të dyja krahët. Nga një anë shifnim Ramën që thonte unë nuk do lejoj Republikë prokurorësh, nga ana tjetër shifnim Berishën që thotë unë do e shkris SPAK-un. Më fal që të ndërpres, sepse kjo që po thoni është shumë e rëndësishme, po nga kandidat Partisë Demokratike, partisë që ju vazhdoni të jeni akoma, më vjen një mesazh se ata u çojnë kështu, dhe thotë voto për mua. Nuk po e përmend emrin, por si e komentoni ju këtë? Kërkoj shumë ndjesë, po nga që merri tani dhe s'dua ta si e komentoni këtë mënyrë? Që? Po jo, ky e çon pa e ditur se ku t'ia çon, se kështu i bie, se nuk mund t'ia çojë gazetar, ai nuk e ka iden. Janë zgjedhje individuale të çdo individi. Ashtu e ka menduar, thot paktën unë nuk unë pas gjë duke nisur këtë mesazh. Pavarësisht se mund t'i kthehet në bumerang, sepse tjetri mund ta marrë si mungesë respekti apo mungesë. Po sigurisht sepse për të pëlqej një. Kështu që të kthehemi te ajo që është e rëndësishme. Okej, ajo është më e rëndësishme. Pra, të ndodhur në presion nga të dyja krahët e politikës, ata kanë dhënë mesazhe shumë të forta me produktin që kanë krijuar, që kultura e pandushkueshmërisë në Shqipëri mund të shkojë drejt fundit. Shumë interesante kjo. Dhe në fund unë fundit. Duke parë, po fundi se tani Ferdinand Xhafera do të thojë ke 35 vjet në politikë tani. Duke qenë se ju keni qenë drejtori e kurudhave shqiptare për një periudhë, me njëherë mbas vëzimit. Më duket shumë interesante të pyes ju për këtë po themi rigjallërimin që po ndodh tani për kurudhën shqiptare. Ka një sër projekte zoti Xhafera dhe ju jeni nga ata edhe vetë arsimimi juaj është i tillë që unë do të thoja që e kam drejtuar për 3 vjet 92-95 e kurudhën shqiptare. Po? Dhe më kujtohet që në vitin 95 para se të largoja, revista më e madhe ndërkombëtare e kurudhave bëri një artikull që drejtori më i ri në botë për moshë, sa vjeç? Dhe 28 vjeç jam e morë drejtori i përgjithshëm i kurudhave, një ndërmarrje që kishte 10.000 punonjës, dhe që më rëndiste 5-6 arritje konkrete. Po cilat ishin ato? Se na që kishin reforma komplet. Pra, fuqia punëtore nga 10.200 u reduktua në 4.000, sepse kishte rënë volumi punës. Filloi transporti i madh gjithë me radhë, dhe atëherë ka qenë shumë unikale, sepse të 6.000 ata punëtorë, punonjës që u larguan i kanë pritur një për një në zyrë. Deri në 12 natës. Dhe aty ku konstatoja që kishin probleme familjare shumë të forta, merra vendimin për t'i kthyer. Po pse u shkatërrua kurudha shqiptare zoti? Në 92-shin kush pse u shkatërua ushtria shqiptare? Jo, u shkatërua Shqipëria. Në 90-91 ishin këto. Në 92-95 pra të kthehemi tek
kjo që ju thatë për hekurullat. Dhe ajo që unë them është që hekurulla shqiptare mund të jetë efektive vetëm në këtë segmentin rinas Tiranë. Me portin. Të gjitha të tjera që fliten nuk më duken se janë projekte. As lidhja Shqipëri-Kosovë? Të paktën sepse shiko, në qoftë se ti ke autostrada shumë të mira, transporti rrugor është shumë konkurruese në raport me hekurullën. Hekurullat janë efektive në vende që lëvizin miliona tonë madhra, trena me 10 vagon. Në planin ekonomik, në vitin 95, kur unë kam lënë hekurullën shqiptare, treguesit ishin të tillë. Në Europë ishin vetëm hekurullat gjermane që e kishin subvencionin nga shteti 30%. Hekurullat italiane e kishin subvencionin mbi 50%. Në botë ishin vetëm hekurullat japoneze që dilnin me fitim. Ti tani e ke me subvencion nga shteti. Volumin e madhave që ke ta konkuron, po pate sistem rrugësh shumë të mirë, duhet të kesh 100 kilometra transport, linja shumë të gjata që të justifikohet. Pra në planin ekonomik nuk besoj se do jetë justifikueshme. Jo, flas kjo Tiranë-Prishtinë për shembull. Kush do jenë volumet e madhrave? Po transporti udhëtarëve studimet e vlefshmërisë, studimet e vlefshmërisë dhe fakti që janë sipërmarrje me subvencion që kërkojnë nga shteti dhe fakti që ne kemi investuar dhe kemi bërë shumë mirë për sa i takon sistemit rrugor, të gjitha këto janë kritere që nuk shkojnë në funksion të rivitalizimit pavarësisht dëshirës tonë të hekurullave me atë përmas që reklamon kryeministri. Po më ngacmuat, po kush e shkatroi Shqipërinë në 92-shin? Si? Kush e shkatroi Shqipërinë se u shkatruan gjitha uzina, fabrika? Ky është një proces, shiko, para se të dalim tek uzinat e tek fabrikat, problemi më themelor është ushtria. Ajo duhet investiguar dhe besoj që do të dëgjohet çuditëra. Ne kemi, se unë kam pyetur dhe zotin Berisha për këtë dhe Shesheli e tha në parlamentin e Beogradit. Kemi zgjedhjet për një javë. Jeni këtu? Ma mbyllë, po do të ftojmë pas zgjedhjeve. Me shumë dëshirë. Është një çështje shumë interesante. Zoti Xhaferi, unë të falenderoj, si gjithmonë ju jeni një zë shumë interesant, mund mos jesh ndoshta dakord, por atje ka nevojë për zëra të tillë. Unë nuk e di ku e gjen ti guximin, po më shumë më habit se pse nuk kanë guxim atje. Një Sulej Murrizi është atje vetëm. Ai thotë ç'a do edhe garon. Kjo më habit, si ka mundësi? Mas 11 majit. Okej. Besoj që do jenë më shumicë. Të falenderoj për bisedën. Faleminderit ju. Të nderuar teleshikues, do ishte një bisedë me zotin Ferdinand Xhaferaj, deputeti i Partisë Demokratike, në një analizë për zgjedhjet e 11 majit. Nga unë Lën Qafoku, mirupafshim.